Ministri i Bujqësisë Edmond Panariti e konsideron serioze situatën e krijuar nga sëmundja e dermatozës nodulare, që ka prekur gjedhët në veri të vendit. Duke inspektuar procesin e vaksinimit në një fermë gjedhësh në fshatin Brenog të Hasit, Panariti kritikoi edhe disa institucione që sipas tij po përpiqen të bëjnë protagonistin në këtë situatë, pasi deri më tani janë evidentuar 425 raste. Situata përgjithësisht serioze dhe kjo akoma më shumë më bën që të insistoj që masat e shpallura nga Ministria e Bujqësisë duhet të zbatohen me përpikmëri, pasi përndryshe do ta kthejmë Shqipërinë në një vatër masive infeksioni. Prandaj dëshiroj edhe të bëj apel atyre individëve apo përfaqësuesve të institucioneve, të cilët ndoshta duan të bëjnë dhe interesantin dhe protagonizmin, por dëshiroj të theksoj që nuk luhet me zjarrin, na lini ne që jemi autoritetet e kësaj pune, që unë jam dhe veteriner para se të jem ministër, së bashku me dekanin për zbatuar ato masa, të cilët do të bëjnë të mundur izolimin, trajtimin e infeksionit dhe parandalimin e tij. Ministri i Bujqësisë tha se prej ditës së premte do të shpërndahen në të gjithë vendin 165.000 doza vaksina për të imunizuar gjithë gjedhët në vend. 165.000 dozë vaksina janë tashmë disponibël, do përfundoj procesi i vaksinimit në mënyrë që të instalojmë imunitetin, të bllokojmë infeksionin. Pastaj vatrat e izoluara, të cilët nuk lejohet të qarkullohen, natyrisht kërkojnë trajtimin me asgjësimin e kafshëve dhe sigurisht kompensimi fermerëve përkundrejt vlerës që do të dakordsohet. Fermerët i kërkuan ministrit Panariti mbështetje financiare për gjedhët e prekura nga kjo sëmundje, ndërsa ministri siguroi se pas mbarimit të fazës së parë të vaksinimit do të evidentohen çdo rast dhe do të shikohet mundësia e kompensimit.